Shporta e konsumit rritet për 20 euro për të kaluar muajin një familje 4 antarësh i duan më shumë se 1050 euro. Kryeministri Mickoski nuk tregon se kush do ta zaventojë Arben Taravarin dhe zyrtarët tjerë që u larguan nga institucionet. Opozita kritikon qeverinë për ngecje në çështjen e eurointegrimeve dhe të ndryshimeve kushtetuese. Për 5 muaj, dogana ngriti 85 kallëzime penale, buxheti i shtetit u dëmtua për 239.000 euro. Përshëndetje, shikues të nderuar të televizionit Shenja, jemi me lajmet. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka publikuar të dhënat e reja në lidhje me rritjen e kostos së jetesës. Sipas të dhënave të fundit, shpenzimet minimale të një familje 4 antarëshe në maj janë rritur për 1217 denar, krahasuar me një muaj më herët. Për të kaluar muajin, një familje i duan afër 1050 euro. Përderisa çmimet e larta dhe kushtet e vështira ekonomike ju bëjnë presion qytetarëve të vendit, të cilët vazhdimisht ankohen për kushtet e vështira të jetesës, shporta minimale sindikale thuajse për çdo muaj rritet. Sipas të dhënave të publikuara nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë, shpenzimet minimale të një familjeje 4 antarëshe në maj janë rritur për 1217 denar, krahasuar me muajin prill. Vlera e shportës minimale sindikale sipas të dhënave të publikuara në maj arriti në 63.908 denar, që është 1.217 denar, më shumë se shporta sindikale e prillit, e cila ishte 62.691 denar. Me një apartament me qira prej 60 metra shkatror, shporta sindikale arrin në 79.283 denar. Nga Lidhja e Sindikatave thonë se kjo tregon se rritja e pagës minimale është e domosdoshme. Është e qartë se pa masa, çmimet po rriten në mënyrë të pakontrollueshme dhe sfida e çmimeve të larta, veçanërisht e produkteve bazë ushqimore, po ushtron presion të madh mbi pagat e ulta të punëtorëve në Maqedoni. Në kushtet të rritjes së kostove të jetesës, rritja e vlerës së shportës minimale, veçanërisht pas përfundimit të masave të qeverisë, tregon se është e nevojshme rritja e pagave. LSM-ja thekson se sot është më së qartë se nuk janë vetëm ata që flasin për rritjen e pagave, por edhe punëtorët dhe qytetarët që e ndjejnë këtë padrejtësi nga afër, po flasin gjithnjë me zë më të lartë. Sipas të dhënave të shportës minimale, shpenzimet për ushqim dhe pije në shportën sindikale në maj arritën në 22.434 denar dhe janë 954 denar më të larta në krahasim me muajin prill. Kuvendi konstatoi dorëheqjet e ministrit të shëndetësisë Arben Taravari dhe zëvendës ministrave të bujqësisë dhe mbrojtjes Flakron Bexheti dhe Elfete Ismailit. Dorëheqje sot ka dhënë edhe koordinatori nacional për implementimin e teknologjive të reja Blerant Ramadani dhe sekretari shtetëror i Ministrisë së Shëndetësisë Besim Mehmeti. Kuvendi sot ka konfirmuar dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë Arben Taravari, ndërsa po ashtu janë konstatuar edhe dorëheqjet e zëvendësministrave të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, Flakron Bexheti dhe Ministrës së Mbrojtjes Elfete Ismaili. Nënkryetaria e Kuvendit e Vesna Bendevska sqaroi se sipas rregullorës së punës së Kuvendit, ata kanë të drejtë të shpjegojnë dorëheqjen e tyre, por se nga fillimi i kësaj seance nuk e kanë kërkuar këtë, me çka janë konstatuar dorëheqjet. As Taravari dhe as dy zëvendësministrat nuk ishin të pranishëm në seancën e sotme parlamentare për të ushtruar të drejtën e tyre për të shpjeguar dorëheqjen e tyre. Dorëheqjet e funksionarëve të Aleancës për shqiptarët, të cilët kanë mbajtur poste publike, ndodhin për shkak se ASHM në krye Taravarin u larguan nga Vleni dhe nga qeveria. Por se a do të japën dorëheqje të gjithë kuadrët e ASH-s të mbetet të shifet në ditën e vijim, pasi disa eksponentë të kësaj partie janë shprehur publikisht se nuk e mbështesin vendimin e fundit të marrë nga kryetari i tyre.
Ndërkohë, dorëheqje sot ka dhënë edhe Koordinatori Nacional për implementimin e teknologjive të reja, Bleran Ramadani, i cili është edhe sekretar organizativ i ASH-s. Njëjtë ka vepruar edhe Besim Mehmeti, i cili ka dhënë dorëheqje nga posti sekretarit shtetëror në Ministrinë e Shëndetësisë. Kreu i qeverisë nuk ka pranuar sot të flasë për ndonjë emër konkret që do të zëvendësoj pasuesit e Arben Taravarit që u larguan nga postët e tyre. Kryeministri Mickoski është përgjigjur shkurt se kjo do të dihet këtë javë ose më së voni javën tjetër. Edhe pse koalicioni qeveritar shqiptar po vlon nga ripozicionimet se kush nga cila palë mbetet pas daljes së Arben Taravarit nga pushteti, kryeministri Kristian Mickoski ende nuk jep asnjë detaj. Tepër i rezervuar dhe shumë i shkurt në përgjigje. Mickoski i pyetur se kur do të zbulohet emri i ri i ministrit të shëndetësisë, gjëgjësisht pasardhësi i Taravarit, ai vetëm tha se kjo do të dihet këtë javë ose më së voni javës tjetër. Unë pres që këtë javë, më së voni javën e ardhshme, të bëhen të njohura emrat e pjesëtarëve të qeverisë dhe të dorëzohen tek deputetët. Po aq shkurt u përgjigj edhe në pyetjen se a do të vazhdojë të mbetet shëndetësia koalicionit vlen. Kryeministri u përgjigj se do të presë të shohë se çfarë kualifikimesh disponon koalicioni. Mendoj se duhet të mbetet ajo strukturë e qeverisë, ashtu siç funksionon deri tani, kështu që pres propozim dhe do të shohim se çfarë kualifikime disponojnë. Që kur Arben Taravari vendosi të largohet nga koalicioni vlen, filluan pakënaqësitë e bashkëpartiakëve të tij. Shumë prej tyre nuk u pozicionuan me Taravarin, duke mbetur ende në qeveri, por në një situatë të paqartë se si mund të mbeten në qeveri të papërfaqësuar nga partia, pasi Aleanca për Shqiptarët e Taravarit kaloi në opozit. Disa mbështetës të Taravarit lanë funksionet shtetërore dhe u rreshtuan pas kryetarit. Koordinatori i sapo zgjedhur i grupit parlamentar të Vlenit Bekim Çoku tha se ky koalicion në ditët në vijim do t'i ketë 10 deputet, ndërsa shpreson se do t'i kenë 11, 12 apo 14 deputet. Ai u bëri thirrje deputetëve tjerë shqiptar, posaçërisht atyre që janë mandatar me koalicionin Vlen, t'i bashkohen këtij grupi parlamentar. Edhe pse Aleanca për Shqiptarët u largua fillimisht nga Vleni e më pas edhe nga ekzekutivi, koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit të Bekim Çoku në konferencë për media tha se ky koalicion në ditët në vijim do t'i ketë 10 deputet, ndërsa shpresojnë se do t'i kenë 11, 12 apo 14 deputet. Ne e kemi njoftuar kryetarin e kuvendit me për antarët e këtij grupi dhe kemi kërkuar që ky rikonfigurim i grupit parlamentar të reflektohet edhe në trupat punues përkatës të kuvendit dhe kështu presim që në ditët në vijim ta përmbushim edhe këtë detyrim. Po e shfrytëzoj këtë rast t'ju drejtohem atyre 107.000 votuesve që dhanë votën e tyre për koalicionin Vlen, se ne deputetët këtu vazhdojmë të mbetemi besnik marrëveshjes që e kemi bërë me ta në 8 maj 2024 dhe se jemi konsistent e të palëkundur ndaj përcaktimeve programore dhe premtimeve elektorale me të cilat jemi mandatuar për qenë përfaqësuesit e tyre dhe të popullit. Ai u bëri thirrje deputetëve tjerë shqiptar, posaçërisht atyre që janë mandatar me koalicionin Vlen, t'i bashkon këtij grupi. Edhe për shkak të gjithë kësaj situate të krijuar, Çoku tha se Vleni vazhdon edhe më fuqishëm dhe më i bashkuar. Zëri i tyre nuk vlen kërkund më shumë se sa këtu mes nesh në mesin tonë. Deputeti si përfaqësues është institucion në vete dhe ka autonominë e vendimarrjes. Vlen vazhdon edhe më fuqishëm dhe më i bashkuar duke qenë i bindur se qytetari shqiptar e urren përçarjen dhe e do unitetin. Kujtojmë se Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravarit kishte 5 deputet, ndërsa më pas Salim Sulejmani dha dorëheqje nga posti i deputetit, të cilin do ta zëvendësoj Valbona Adili Emini, e cila vjen nga radhët e Lëvizjes Besa, pjesë e koalicionit të Vlen. Opozita shqiptare po i cilëson zhgënjyese angazhimet e qeverisë në çështjet e eurointegrimeve. Deputetja e Frontit Evropian Rina Hajdari i ka quajtur zhgënjyese deklaratat e fundit të ministrit të çështjeve evropiane Orhan Murtezani sa i përket procesit eurointegrues të vendit. Në anën tjetër, ministri Murtezani ka mohuar pretendimet se Vlen ka kushtëzuar qëndrimin apo daljen nga qeveria me zbatimin e ndryshimeve kushtetuese.
Deputetja e Frontit Evropian Irina Hajdari ka quajtur zhgënjyese deklaratat e fundit të ministrit të çështjeve evropiane Orhan Murtezani sa i përket procesit eurointegrues të vendit. Ajo gjatë seancës parlamentare për pyetje të deputetëve të opozitës ka kërkuar sqarim nga Murtezani sepse ka ndryshuar pozicionet në këtë temë, duke i përmendur deklarata që koalicioni vlen, ka thënë para hyrjes në qeveri se i kanë dhënë kohë 6 muaj zbatimit të ndryshimeve kushtetuese. Tani e keni zbutur atë pozicion ose keni filluar të kushtëzoni integrimin europian me çështje bilaterale, sepse kështu pozicionoheni kur dilni jashtë vendit. Po edhe këtu. Nëse po shohim një ndryshim të linjës politike nga qëndrime të qarta për të drejtat shqiptare drejt një rreshtimi në linjën e padronit, atëherë ka vend për të pyetur. A është kjo pjesë e një pazari politik, apo po përdoret për të mbajtur pushtetin, apo vërtet si strategji për të arritur qëllime afatgjate? Këto janë pyetje që nuk i parashtroj unë, po i parashtrojnë votuesit, i parashtrojnë shoqëria civile, sepse ndryshimi i diskursit publik nga parimor në utilitar, pa shpjegim transparent, krijon mosbesim dhe Murtezani mohoi pretendimet se vlen ka kushtëzuar qëndrimin apo daljen nga qeveria me zbatimin e ndryshimeve kushtetuese. Sa i përket kushtëzimit të procesit integrues, ministri akuzoi se ka qenë pikërisht BDI që ka nënshkruar protokoll me përmbajtje të çështjeve bilaterale. Por kemi thonë që prioritet i jonë si koalicion, edhe prioriteti i shtetit në përgjithësi dhe i qeverisë, duhet të rezultoj me një gjetje zgjidhje për 6 muaj që ne ta zhbllokojmë procesin e eurointegrimit. Kjo ka qenë e gjithë asaj takon pjesës së 6 muajore. Kur thoni që ne si qeveri në retorikën tonë ditore zhbllokimin e procesit të eurointegrimit e kushtëzojmë me çështje bilaterale, mendoj që e keni absolutisht gabim, për arsye se është një parim në të cilin ne insistojmë në vazhdimsi, që periudha pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese nuk duhet të kontaminohet më tej me kërkesa bilaterale. Kujtojmë se koalicioni vlen gjatë fushatës zgjedhore ka dhënë afat 6 mujor për zbatimin e ndryshimeve kushtetuese përkatësisht deri në dhjetor të vitit 2024, megjithatë që nga atëherë ky koalicion ka ndryshuar disa herë qëndrimet rreth kësaj çështje. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova tha se propozimi RMV-s për ndryshimet kushtetuese me efekt të vonuar juridik i ka pëlqyer edhe presidentit të Komisionit Evropian Antonio Costa. Ajo sqaroi se disa shtete të Bashkimit Evropian janë ofruar për ndërmjetësim mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe BE-s. Ndryshimet kushtetuese me efekt të vonuar juridik vazhdojnë të jenë kërkesë e Maqedonisë së Veriut kundër Bullgarisë, që e ka blokuar për momentin rrugën evropiane të vendit tonë. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova ka thënë se propozimi i Maqedonisë së Veriut i ka pëlqyer edhe presidentit të Komisionit Evropian Antonio Costa. Unë me zotrin Costa diskutova si politikani me politikanin, por edhe si juristi me juristin. A i tha se pajtohet me të gjitha argumentet e mia juridike se nuk është e drejt kjo që ka ndodhur, por ashtu është procedura. Për më tepër edhe rozimin tonë e vlerësoj si të shkëlqyeshëm për veprim juridik me veprim të vonuar, të cilin përfaqësuesit bullgar nuk e kanë pranuar. Presidentja tha se veç Austrisë për ndërmjetësim janë ofruar edhe vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Kuptohet, unë me ndihma të zotri Costa do të bisedoj edhe me zotri Radev, si që edhe e kemi dëgjuar, u vetë ofrua edhe Austria për ndërmjetësim. Në bisedime na ofruhen edhe antar të BE-s për ndërmjetësim dhe biseda. Nëse puna është e përfunduar ose nëse ashtu është vendosur, nuk do të ishte mënyrë e përshtatur europiane. E them me përgjegjësi, edhe të kërkoni që një shtet të ndryshoj kushtetutën është problematik. Pak ditë më parë, presidenti i Komisionit Evropian Antonio Costa ishte në Shkup, ku pas takimit me kryeministrin drejtoi kritika të ashpra në drejtim të vendit për shkak të vonesës lidhur me ndryshimet kushtetuese. Ai tha se politikanët duhet të angazhohen dhe të punojnë në planin A, sepse siç tha, nuk ka dhe nuk do të ketë plan B. Në më pak se 5 muaj, Drejtoria Doganore ka dorëzuar 85 kallëzime penale, rastet lidhen kryesisht me automjetet të përdorura, abuzimet dhe mashtrimet me importin e ushqimit që synojnë shmangjen e taksave.
Drejtoria doganore ka dorëzuar 85 kallëzime penale për më pak se 5 muaj brenda këtij viti. Numër që është i barabartë me numrin total të kallëzimeve penale të ngritura në periudhën 3 vjeçare nga viti 2020 deri në vitin 2022, deklaroi drejtori i Drejtorisë doganore Boban Nikolovski. Ai tha se po ndërmerren veprime në shumë fronte me qëllim të luftimit të krimeve shumë vjeçare që lidhen me automjete të përdorura, abuzimet dhe mashtrimet me importin e ushqimit që synojnë shmangjen e taksave, të cilat kanë shkaktuar dëme të drejtpërdrejta në buxhetin e shtetit. Jemi të vendosur të merremi me bandat kriminale dhe të paguajmë të gjitha taksat që i detyrohemi shtetit. Këtë vit, Departamenti i Hetimeve pranë sektorit të kontrollit dhe hetimeve ngriti 41 kallëzime penale kundër 32 personave juridik dhe 118 individëve për krimet e kryera me 140 automjete në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit edhe në Prokurorinë Themelore Publike, të cilat kanë shkaktuar dëm të drejtpërdrejtë në buxhetin e shtetit nga shmangja e pagesës së detyrimeve në vlerë prej 14.7 milion denarësh apo 239.000 euro. Nikolovski vuri në dukje se është parandaluar një përpjekje për të importuar ilegalisht një automjet të përdorur Mercedes E350, për të cilin janë shmangur detyrime doganore prej 450.000 denarësh. Janë zbuluar vepra penale në çdo fazë të çështjes. Kjo është një shkelje rënde të gjitha ligjeve, në të cilën janë kryer vepra të shumta penale, duke përfshirë falsifikimin e një dokumenti, përdorimin e një dokumenti me përmbajtje të rreme dhe abuzimin me detyrë dhe autoritetin zyrtar. Ai tha se gjithashtu dogana ka zbuluar se një importues me ndihmën e një përfaqësuesi doganor importoi makina midis viteve 2022 dhe 2024 dhe përdori të dhëna të rreme për të shmangur pagesën e një pjese të detyrimeve të importit në shumën prej 1.6 milion denarësh, ku bëhet fjalë për 34 makina me një vlerë totale prej 145.251 eurosh. Nisma për hapjen e pikës kufitare Lojan Miratoc nisi në vitin 2005 dhe u ndërprej në vitin 2022. Kësaj ngecje të gjatë kërkon t'i jepet fund komune e Preshevës, e cila ka dërguar sot zyrtarisht një kërkesë në adresë të Ministrisë të Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë për rifillimin e iniciativës për hapjen e pikës kufitare ndërmjet Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Preshevës. Dështimet e një pasnjëshme nuk e kanë zbehur dëshirën autoriteteve të komunës së Preshevës për hapjen e kufirit Lojan Miratoc. Komuna ka dërguar sot zyrtarisht një kërkesë në adresë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë për rifillimin e iniciativës për hapjen e pikës kufitare Miratoc Lojan ndërmjet Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Preshevës. Iniciativa daton që nga viti 2005, por pas disa zhvillimeve pozitive ligjore dhe politike, ajo meriton të rikthehet në tryezën e bashkëpunimit ndërqeveritar. Komuna e Preshevës ka qenë pjesë e grupit të përbashkët punuese të dy qeverive, mirëpo punimet janë ndërprer në fund të vitit 2022. Komuna e Preshevës propozon që të rifilloj puna e këtij grupi dhe të bëhen hetime në teren për përcaktimin e lokacionit më të përshtatshëm për këtë pikë kufitare. Ne shprehim gatishmërinë e plot për bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe institucionet tjera kompetente në mënyrë që kjo iniciativë jetike për rajonin të vihet në zbatim, njoftojnë nga komuna. Ata thonë se hapja e kësaj pike kufitare do të lehtësonte qarkullimin e njerëzve dhe mallrave, do të nxjitë edhe zhvillimin ekonomik të zonës, do të kontribuonte për uljen e papunësisë dhe do të forconte stabilitetin e bashkëpunimin rajonal. Policia e Kosovës ka ofruar asistencë për zyrtarët e ndërmarrjes publike Ibër Lepenci në veri të vendit për të hyrë në një objekt pranë liçenit Ujmanit që dyshohet se përdorej si institucion paralel i Serbisë. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani ka thënë se operacioni që është zhvilluar të martën ka ndodhur pa incidente.
po i kemi asistuar zyrtarët e Ibër Lepencit për të hyrë në një objekt të liçenit të Ujmanit, ka thënë ai. Për këtë aksion ka reaguar drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, i cili ka thënë se do ta informojnë komunitetin ndërkombëtar për këtë. Ai ka thënë se bëhet fjalë për një objekt të kryqit të Kuç. Ditëve të fundit, autoritetet e Kosovës kanë marrë nën kontroll disa objekte, të cilat shfrytëzoheshin në kuadër të sistemit të Serbisë. Janë marrë shumë nën kontroll një ndërtesë që përdoret nga Shërbimi Nacional për Punësim, ambientet e ndërmarrjes publike komunale, ujësjellsi Ibër, palestrës sportive, muzeut të qytetit dhe disa institucioneve të tjera. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.